Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi mashtrim premtimin e kryeministrit Edi Rama se brenda 2 viteve përfundojnë negociatat me Bashkimin Evropian. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha komentoi daljen për mediat të kryeministrit Rama së bashku me zëvendës presidenten e Komisionit Evropian, duke theksuar se përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të BE-s nuk bëri asnjë premtim për datën kur Shqipëria do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Zonja Kallas, Shqipëria tha ka ambicie. Që është mashtrimi i Edi Ramës. Por, kjo është një rrugë e vështirë dhe kërkon reforma. Ajo nuk investoi asnjë nonagram në zotimet e Edi Ramës. I tha dhe tjetër që është rrugë gjithëpërfshirëse. Berisha përsëriti qëndrimin se kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk mund ta bëjnë Shqipërinë anëtare të BE-s. Të mendosh ti se Shqipëria do integrohet si narkoshtet në Bashkimin Evropian? Shqipëria do integrohet me bajrët, çelët edhe ponjat, ministra mbi ministra, se këta janë më të ligjë këta. Është një lloj si t'imagjinosh se do shohësh veshin tënd pa pasqyrë. Berisha premtoi se integrimi do të jetë synimi kryesor i Partisë Demokratike nëse fiton në 11 maj. Partia Demokratike ka deklaruar dhe deklaron se ylli polar i programit saj do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si do jetë? Merit-based, i bazuar në reforma dhe në merit. Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha takoi sot shefin e misionit të Odirit Lamberto Zanieri, i cili i përcolli shqetësimet e opozitës për procesin e përgatitjes së zgjedhjeve të 11 majit.